Kryeministri i Qeverisë Edi Rama ka prezantuar në Kuçov nismat e qeverisë për mbështetjen e bujqësisë dhe agroturizmit. Ai tha se fermerët mund të marrin kredi të butë me 2% interes, ndërsa 500 të parë që do të përfitojnë nga paketa e maleve nuk do të paguajnë taksa për 10 vite. Mbyllet votimi. Miratimi i paketës maleve javën e shkuar nga Parlamenti dhe dhënia okay në seancën e dieshme për ngritjen e Bankës Shqiptare të Zhvillimit janë dy nismat më të fundit të qeverisë që synojnë mbështetjen e bujqësisë dhe agroturizmit, që kryeministri ka diskutuar me përfaqësues të këtyre sektorëve në një takim të zhvilluar në Kuçov. Rama ka shpjeguar kategoritë e përfituesve nga paketa e maleve. Kemi bërë një ligj të posaçëm që çdo që do të investojë në tokën e vet mund ta bëj thjesht me një dëshmi të konfirmuar nga Këshilli Bashkiak. Numri përfituesve nga kjo nismë është i kufizuar dhe për ta parashikohen lehtësira fiskale. Janë 500 të parët që përfitojnë vetëm të vëshën 6% edhe 10 vjet pa taksë. Një tjetër ndihmë për sektorin më pak të kredituar atë të bujqësisë erdhi përmes fondit prej 250 milion euro që Banka e Shqipërisë lëvroi në muajin janar për kredi të buta, e që pas vendosjes së garancisë sovrane që do të prezantohet në qershor, do të ulë interesat për përfituesit në 2%. Me 2% dhe me 7% të kolateralit të garantuar, kështu që besoj që kjo do t'ju çlirojë shumë. Lidhur me ngritjen e Bankës Shqiptare të Zhvillimit, kryeministri shpjegon se është një tjetër derë për investimet në sektorin që bankat e nivelit të dytë ngurojnë të japin kredi. Do të jetë një bankë e menaxhuar bashkërisht me italianët dhe ajo do të jetë prap një bankë që eksaktësisht do të shërbejë për të mbështetur zhvillimin. Kryeministri garanton se ardhmja e turizmit brenda pak vitesh do të jenë zonat malore të vendit. Miniera e të ardhurave do jenë malet, të rritet cilësia e shërbimit, atëherë këtu do bëhet nami.